Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo bimë ka çuditur të gjithë mjekët. Kjo kurrë me trumzë është zgjidhja për çdo problem. Trumza, kjo bimë mesdhetare shumë aromatike i përket familjes Lamicae. Ajo pastron ushqimin dhe aroma e saj karakteristike është e mirë edhe për trupin tuaj duke ofruar vlera të pasvendësueshme. E quajtur ndryshe si Thymis vulgaris është një bimë me degë me gjethejeshile në gri, ndërsa lulja e saj ka një ngjyrë karakteristike rozë në lejla. Ajo përmban shumë lëndë ushqyese si beta-karoten dhe vajër esencial që kanë funksione antioksiduese. Gjithashtu është e pasur me disa vitamina, veçanërisht ato të grupit B, por edhe me vitaminën C e dhe K. Bima siguron nivele të larta të kriprave minerale, kryesisht kalciumit, hekurit, fosforit dhe magnezit, të domosdoshme për kockat dhe sistemin tuaj nervor. Gjithashtu interesante është për nivelin e lartë të fibrave dhe proteinave. Në veçanti, vajrat esencial të saj përdoren për trajtimin e kollës së vazhdueshme dhe bronkitit. Fal antioksidantëve që ajo i përmban, është e dobishme nëse konsumohet si bimë. Trumza ndihmon në trajtimin e bronkitit, faringitit, problemeve të sinuseve të tjera. Për më tepër, ka funksione mbrojtëse për fytin dhe kordat vokale. Trumza është në gjendje të ndihmojë mëlçinë në procesin e eliminimit të kolesterolit. Është e dobishme në trajtimin e infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, fal veprimeve antibakteriale. Si antimikrobik është në gjendje të luftojë puçrat, aknet dhe inflamacionet e lëkurës. Gjithashtu përmirëson rrahjet e zemrës duke ndihmuar normalizimin e presionit të gjakut. Trumza është një bimë shumë e lehtë për të rritur edhe në kushte shtëpie. Ajo preferon mjedise të ngrohta pothuajse të thata dhe toka me gur të cilat nuk e ruajnë lagështinë. Koha më e mirë për të mbjellë të është pranvera, kërkon ujitje të shpeshtë kur është shumë e re, dhe pasi arrin madhësinë mesatare, ujit vetëm kur toka është shumë e thatë. Nuk rritet mirë në mod të ftohtë dhe me ngrica. Trumza është një barishtë aromatike shumë e gjithanshme, e cila shkon me çdo lloj ushqimi, dhe vlerat që ofrojnë organizmit do ta bëjnë atë një nga vlerat më të veçanta të shëndetit. Trumza, kjo bimë mesdhetare shumë aromatike, i përket familjes Lamicae, ku përfshihet edhe nenexhiku. E përkryer për të rritur në kopshte, ashtu dhe në balkon. Ajo pasuron edhe ushqimin me aromën e saj karakteristike për trupin dhe për vlerat e saj të pasvendësueshme. Në këtë video, sipas health.com, do ju njohim me vlerat që i fal organizmit tuaj në mënyrë të përdorimit të saj të vazhdueshëm edhe për shëndetin tuaj. Ajo ka veti të mira për shëndetin. E quajtur ndryshe me emrin Thymis vulgaris është një bimë degës me gjethejeshile në gri. Gjithashtu ofron përfitime mjaft të mira në shëndetin tuaj, duke ndikuar drejt për së drejti në organizëm. Trumza, kjo barishte mesdhetare, mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime. Fale lëndëve ushqyese, trumza ka disa përfitime për trupin. Në veçanti, vaji esencial i saj përdoret për trajtimin e kollës dhe vazhdimin e bronkitit. Fal antioksidantëve që përmban edhe nëse konsumohet si bimë, trumza ndihmon për trajtimin e bronkitit, faringitit dhe problemeve të sinuseve. Për më tepër ka funksione mbrojtëse edhe për kordat tuaja vokale. Ndaj, nëse doni të keni një zë më kumbues, e përdorni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Trumza është një bimë që rritet në kushte të vështira dhe ka një histori të gjatë në përdorimin tradicional për qëllime mjekësore. Sot, me kërkime më të theduar, është zbuluar se trumza ka disa veti të dobishme për shëndetin tuaj, dhe përdorimi i saj në gatimet tuaja të përditshme do të ndikojë gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Trumza përmban disa përbërës aktiv duke përfshirë saponine, polifenole të cilat kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore. Këto veti mbrojnë trupin nga dëmtimet që shkaktojnë radikalet e lira dhe ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Studimet kanë treguar se përdorimi i trumzës mund të ndihmojë në zvogëlimin e niveleve të sheqerit dhe triglicerideve në të njëjtën kohë. Kjo e bën atë një zgjidhje të mirë për njerëzit me diabet, obezitet dhe kolesterol të lartë. Trumza gjithashtu mund të ndihmojë në mbështetjen e sistemit tuaj imunitar dhe të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për imunitetin, sidomos në luftën kundër infeksioneve.
Ajo përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme si vitamina C, vitamina A, E, selen, të cilat kanë një rol kryesor në mbrojtjen e trupit kundër sëmundjeve. Për të përfituar nga vetitë e dobishme të trumzës, mund ta përdorni atë si çaj ose në shtojca ushqimore të ndryshme. Megjithatë, duhet të mbani mend parasysh se trumza nuk duhet të përdoret si zhvendësues i ilaçeve në receta të mjekut. Në përfundim, trumza është një burim i pasur i përbërësve aktiv dhe ofron një sër vetive të dobishme për shëndetin tonë. Megjithatë, si me çdo përdorim ushqimor, duhet të mbahet kujdesi dhe të respektohet doza në kushtet e përditshme, në mënyrë që vlerat e saj të jenë më të shëndetshme në dobi të organizmit tuaj. Vaji esencial i trumzës gjithashtu do të jetë një mbrojtës shumë i mirë i trupit, sepse normalizon punën e zemrës, forcon nervat, përmirëson disponimin, ndihmon edhe në ndalimin e pagjumësisë të tjera. Gjithashtu trumza ndikon në kapilar duke bërë zgjerimin e tyre. Çaji nga kjo barishte ka efekte të dobishme në organet e tretjes dhe është të përdorur në trajtimin e traktit respirator, siç mund të jetë largimi i mukusit. Përveç përfshirjes në shëndet, trumza është të përdorur në gatime si një melmes e cuptëzuar imët dhe mund të shtohet në sallata, në pica, në vezë, në specialitete të pjekura, në zgar dhe gjithashtu në ushqime të ndryshme. Trumza është një fabrikë e fuqishme terapeutike e cila mund të përmirësojë shëndetin në përgjithësi dhe të sigurojë përfitime të shumta për shkak të përmbajtjes së lartë të mineraleve të tilla si kalciumi, hekuri dhe kaliumi, dhe në sajt të veprimeve të saj të antioksidantëve. Trumza rregullon presionin e gjakut, heq kolitin dhe bronkitin, nxit prodhimin e qelizave të kuqe, heq lodhjen, lufton astmën, pezmatimin, marramendjen dhe simptomat e lupusit, dhimbjen muskulare, artritin reumatoik dhe problemet e lidhura me tiroiden. Ajo mund të shtohet në çdo ushqim ose mund të përgatitet në çaj sipas një recete të thjeshtë. Ju keni nevojë për një pjesë të vogël trumze, rreth 250 ml ujë dhe një lugë çaji me mjaltë, kështu do të keni përfitimet më të mira të saj. Trumza është një erëz e cila përdoret në kuzhinë në gatime të ndryshme dhe përveç përdorimeve në kuzhinë, trumza ka edhe përdorime gjithashtu shëndetësore. Lëndët ushqyese të trumzës kanë në veti parandaluese ndaj problemeve dhe përmirësojnë ndjeshëm shëndetin. E pasur me substanca flavonoide fenolike, trumza vepron gjithashtu si një antioksidues natyral. Trumza ka efekte freskuese dhe gjithashtu mund të përmbajë antioksidant më shumë se çdo erëz tjetër. Kjo erëz aromatike është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave. Ajo është sidomos e pasur me vitaminën A dhe C. Lëndët të tjera ushqyese të gjetura të kjo erëz janë vitamina K dhe E, acidi folik, kaliumi, kalciumi, hekuri, magnezi, mangani dhe seleni. Gjithashtu lulet dhe vaji i saj janë përdorur në trajtimin e problemeve të ndryshme. Mund të përdoret në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe si çaj. Këto janë disa nga përfitimet sipas bregjsajt që do të merrni nga trumza. Ul tensionin e gjakut, lehtëson kollën, rrit humorin, trajton aknet dhe problemet e lëkurës, parandalon radikale të lira, forcon imunitetin dhe lehtëson gjithashtu edhe dhimbjen e muskujve tuaj. Ajo mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i mirë i shëndetit tuaj. Përdorimi i trumzës në kushte shtëpie do t'i japë trupit mira benefite. Gjithashtu trumzën mund ta rrisni edhe në kushtet e shtëpisë. Sugjerohet që të blini fidanët të gatshëm dhe të rrisni ato direkt në mënyrë që të merrni edhe përfitimet më shpejt, ose mund ta rrisni trumzën direkt nga fara, duke që nëse në këtë mënyrë ajo do të lëshojë rrënjë ngadalë, është më mirë që ta merrni në formë fidani. Mund të merrni degët e një bime ekzistuese të trumzës dhe ta rrisni atë. Trumza e adhuron diellin. Ajo kërkon një tokë të kulluar mirë, por është një bimë e pavarur dhe kërkon hapësira nga simotrat e saj, të paktën 30 cm larg. Gjatë dimrit, trumzën mund ta mbani brenda. Preferon të qëndrojë në ambiente më të ngrohta. Ndaj në këtë mënyrë do të keni rritur një bimë vërtet të veçantë dobiprurse për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.